Jo, mbrojtja e zonjës Balluku nuk është juridike dhe do thoja nuk është një mbrojtje që ne dim shpeshherë që duhet dalë dikush në skenë dhe ta mbrojë, sepse të gjitha ato që bluhen prapa skenë janë ato të cilët e bëjnë atë më të fortë në raport me procedimin penal, e bërën më të fortë me datën 31 tetor për shkak se ndaj saj nuk u mor një masë sigurie, thjesht ju njoftua akuza dhe u mor në cilësinë e të pandeurës dhe ajo lojë që po luhet në prapaskenë është më e forta ajo që është në skenë. Pse? Sepse qytetarët duhet kuptojnë që Partia Socialiste zoti Rama ndryshoi qasje me drejtësinë. Pra aty kur thoshte që unë kam reformuar, nuk ka njeri që të bëj avokatin e pandeurit Partia Socialiste, unë nuk bëj avokatin e askujt, sot konkretisht doli qartësi që zoti Rama rrëzoi me njëherë në datën 31 tetor, mbajeni mend datën, atë qëndrimin e tij si me rastin e zotit Veliaj, ku mori të gjithë punonjësit e bashkisë dhe i tha që ju nuk duhet të guxoni më të bëni një veprim duke A ishte më fort mbrojtja publike që u bë Veliajt se sa Balluku në këtë rast apo jo? Po pse ku e peti mbrojtjen e Veliajt nga në publik? Po s'kishte mbrojtje. Ka bëjt pak një mbledhje të grupit parlamentar pas arrestimit. Jo, ajo ishte thjesht manifestim i gëzimit të përfundimit të zotit Veliaj në burg. Dëgjoni, duhet kuptoni diçka. Manuali 1944 e në vazhdim nënkupton qartësi që Partia Socialiste ka qenë në ditën e saj më të gëzuar që një person i rrethit të vet është në burg dhe madje ka ngëzuar sepse nuk do të marrë karrikën e zotit Rama. Tim realist, po doni realitetin. Në rast se doni të themi të mashtrojmë popullin, po mërzitën të shkretët nga mjesë deri për qane dhe për dilën nëpër media duke anatemuar Spakun. E dëgjuat ju këtë gjë? Jo. Pra, nuk ekziston një fjali kundër Spakut. Nuk ekziston një fjali kundër gjykatës që bëri akt notarial për arrestimin e zotit Veliaj. Më keni dëgjuar mua prezumimin pafajësisë. Ky ishte një sistem i cili është prodhuar nga Partia Socialiste. Pra, duhet keni parasysh edhe ju, atë që edhe unë kam thënë vazhdimisht dhe e them vazhdimisht që Partia Socialiste investoi se si të krijojë një prokurori super speciale dhe një prokurori mbi palët. Pra kushtetuta e 1976-s. Dhe ne 104 thot shumë qartë. Prokurori mund të pezullonte edhe zotin. Qa bëri sot me zonjën Balluku, pezulloi edhe zëvendës kryeministri. Imagjino ku kemi arritur në një vend që shteti së drejtës dhe sistemi demokratik shkën bashkë. Se politika normon ligjit. Mos dëgjoni ato ignorantët e ligjit ose ignorantët e politikës që thotë politika s'ka lidhje me ligjin, se si normohet politika në parlament, a normohet nga dalin këta deputet, nga dalin nga maja dhe zbresin tokë. Mos bëni ju lutem shumë dallime të tilla. Zotin Veliajn e çuan atje ku e çuan, e pushkatuan politikisht, madje e pushkatuan edhe juridikisht me shkarkimin që ju e dini shumë mirë. Dhe mos harroni një fakt tjetër që me shkarkimin e mbani mend shumë mirë që un kam thënë në rast se gjykata kushtetuese do zbatoj jurisprudencën e saj, do zbatoj ndarjen në balancimin e pushtetit, do të zbatoj kushtetutën, zoti Veliaj nuk shkarkohej. Pa të shkarkuan, i bën kërkesë Spakut, lirojnë i cilin mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Si përmbysën gjëra. Po tani mos më vendos tani servilat që një ditë thënë kështu dhe të nesër më thënë ashtu. Tani ti e di shumë mirë që un kam një raport të drejtë me qytetarët edhe atë që unë interpretojmë sipas të drejtës, jo sipas mbledhjit tim personal. Dhe ai ishte mbledh personal që ata e bërë miratimin e zotit Rama. Zgjatimi i asamblesë së Partisë Socialiste ndodhi në Këshillin Bashkiak, kur ne duhet kuptojmë qartësi që bashkia ka autonomi vendore. Dhe tek zonja Balluku duhet keni parasysh ju që Partia Socialiste ka dalë avokati i saj, zoti Rama ka dalë avokati i saj. Po çfarë fshihet prapa kësaj të ngjarje dhe të këtij fakti të rënd, do të thosha unë, për shkak se nuk mundesh ti
tek zoti Ahmetaj ti thoj ti zgjidh avokatin tënd se partia nuk është me ty, mirë, ti zotit Velia i thuj që ti zgjidh avokatin tënd se partia nuk bëhet avokati jot, ndërsa ti kur ty të kapin në flagrancë, më falë, nuk po bëj thashë them, po të ka kapur në flagrancë ai institucion që ti ke dalë publikisht dhe ke thonë, unë e kam ndërtuar Spakun, ka dalë zoti Rama apo jo? Apo ka dalë Gylseni ka thënë fjalë të mira për Spakun? Avokat, jo. Po, kam thënë fjalë të ato kritikat e mia për Spakut dhe nuk e shpresje dhe pikë, sepse jam koherent në atë që e them, edhe ti sot je dëshmitar e bashkë me ata të cilët na ndjekin vazhdimisht, që nga dita e parë kur kam dalë publikisht tek ju, kam treguar qartazi se si Spaku po punon me një manual të caktuar. Dhe të gjithë këta shkonin dhe i bënin lavazh Spakut. Edhe zonja Balluku, edhe zoti Rama, edhe zoti Veliaj, edhe zoti Meta, edhe zoti Berisha, edhe zoti Ahmetaj, edhe të gjithë ata të cilët ishin pjesë e asaj që do të thonin të gjithë duan pranojmë Spakun, sepse kishin problem te viza amerikane. E di ti këtë, e di kush është mesazhi. Po dole kundër Spakut, të ishet viza amerikane. Unë nuk e dua, prandaj jam qendrim ashtu siç duhet. Prandaj tani të lutem te mbrojtja kam atë merakun tani. Si po e bën mbrojtjen zonja Balluku? Në prapasken po e bën mbrojtjen zonja Balluku. Në prapasken. Në një front apo në diçka? Gjithë sekreti, shiko, në prapasken fshihet diçka tjetër, çfarë? Pra, zoti Rama nuk guxon ta shkarkoj zonjën Balluku. Mos gaboj edhe tek ju e kam thënë, po shumë përpara kemi thënë këtë, sepse disa ngjarje sigurisht që nuk i mbajnë me njerëzit, do të hapin YouTube-in dhe të shikojnë sa intervista ne kemi thënë her pas here. Zonja Balluku do jetë një moment i vështirë për zotin Rama. Jo se përfshihet zoti Rama drejt për së drejti, por pra skena, pra te sekreti, nuk është çfarë ka vepruar pra skena, por ne do themi sekreti fshihet te pra skena. Kush është te prapaskena si emër i fort që i bën presion në Ramës? Balluku apo një person anonim që vetëm Rama e di të vërtetën? Bashkë me Ballukun. Kuptova? Ta kuptova, ka ti po thoni që është dikush që i bën presion Ramës për të mos e shkarkuar. Unë mendoj se prapaskena është që i bën presion Ramës, sepse nuk mendoj unë se Ramës i bën presion zoti apo shqiptarët, se ne të jemi realist, Rama i bën 3 mandate kur të gjithë kabineti i tij bashkitë dhe gjithë ta ishin në burg. I bën presion nga Burgaxhi, e kupton tani ku je? Nga Burgaxhi më i nderuar, përfundoi në burg, në vend të përfundoi në një karrierë të mirë politike në vend. Dhe di kush është Halli? Halli është ky mërzotri. Si kanë guximi socialistët dhe na flasin për moral kur të gjithë i kanë përfunduar Burgaxhi. Në aspektin politik, në aspektin politik flas. Nuk ka mundësi që, okay, zëvendës kryeministri Ahmetaj që ka hajdut. E morëm faktin, okay, mbaruam. Hajde. E përcollëm edhe këtë. Dhe Tahiri që ka antar grupi kriminal, hajde edhe këtë tani e përcollëm. Hajde, iku edhe kë. Lefter Koka edhe ky që e ka hajdut, hajde edhe ky me rrallë. Bllako edhe ky që e ka kështu. Po nuk ka mundësi më zotri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, po të gjithë që e kanë të këqi, kur kanë qenë në drejtimin e atit dhe kur kanë qenë në emrimin e atit dhe në shkarkimin e atit. Pa i mund të mos një gjë avokat. E kupton çfarë